Greta është përjashtuar nga gara dhe ka lënë menjëherë shtëpinë e Big Brother VIP 5 pas një incidenti të rëndë që ndodhi gjatë transmetimit live. Situata u tensionua menjëherë pas përfundimit të pjesës së dytë të spektaklit, kur debatet mes banorëve vijuan edhe më të ashpra brenda shtëpisë. Në qendër të përplasjes ishte Greta dhe Juela, të cilat prej disa ditësh kishin pasur mosmarrëveshje dhe përplasje të vazhdueshme gjatë lojës. Pas spektaklit, tensioni mes tyre arriti kulmin, teksa Greta vijoi debatin me Juelën dhe lëshoi një koment shumë të rëndë ndaj saj, gjë që solli reagime të forta edhe nga banorët e tjerë, përpara se t'u komunikojë vendimi i vëllait të madh. Produksioni vendosi t'i vendoste të dyja banorët përballë njëra tjetrës për të sqaruar situatën dhe për të dëgjuar versionin e secilës. Juela: "Kam një familje të nderuar në Milano dhe babai im është shumë i respektuar. Nuk e di pse këto dy vajzat kanë futur familjarët në lojë. Kjo vajzë e dashur thotë që nuk kam guxim." Greta: "Me sa duket është Juela që i bën vetë këto punët dhe pastaj akuzon vajzat e tjera." Debati mes tyre u përshkallëzua edhe më shumë kur Juela e akuzoi Gretën se kishte përdorur një fyrje shumë të rëndë ndaj saj. Juela: "Ki guximin dhe prano se çfarë the. Pse nuk e the? Kjo më tha që je një rrugaçe, prostitut rrugë. Je një lojtare kaq e pisët moj vajzë, turp t'i vi familjes tënde për atë që po tregon ti këtu." Nga ana e saj, Greta u përpoq të mbrojë veten duke theksuar se edhe ajo ka familjen dhe jetën e saj jashtë shtëpisë së spektaklit. Greta: "Edhe unë kam një familje dhe një të fejuar që më presin jashtë. Arritja më e madhe në jetën time është të jem e suksesshme me punën time." Situata u bë edhe më e ndërlikuar pasi pjesa tjetër e banorëve të pranishëm në momentin e debatit konfirmuan se e kishin dëgjuar komentin e rëndë që Greta kishte drejtuar ndaj Juelës. Kjo bëri që produksioni dhe vëllai i madh të merrnin një vendim të menjëhershëm për përjashtimin e saj nga gara. Pas komunikimit të vendimit, Greta u detyrua të largohej menjëherë nga shtëpia e Big Brother VIP Albania 5, duke i dhënë fund rrugëtimit të saj në këtë edicion të spektaklit. Ngjarja ka shkaktuar reagime të shumta edhe në rrjetet sociale, ku publiku po diskuton gjerësisht për debatin dhe vendimin e marrë nga produksioni. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.